të moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Shumë faleminderit. Folëm për zbulimin, për ruajtjen, për mirëmbajtjen. A kemi prodhime të reja të Xhubletës? Atëherë, diku besoj para 2 vitesh, unë kam bërë përpjekje të hap kurse, sepse siç thash në atë projektin që bana me Ministrinë e Kulturës, krahas atij projekti që duhej të realizohej, arrita të mbledh edhe një cikël leksionesh, të përpunoj një cikël leksionesh që lidhen me diebërin e Xhubletës, të cilat unë i kam në një libër. Dhe një pjesë të këtyre leksione për me justifikua pra diebërin e Xhubletës për cilën kisha bërë projektin, një pjesë ja dërgoj ministrisë, po jo të gjitha, sepse për fatin e keq e drejta autorit tek ne shkelet si një autostradë që kalon gjithkush. Nuk mundesh me nxjerr, më thonë për sa kohë atje funksionon në atë formë që pjesa më e madhe e administratës është e komanduar jo me meritokraci, duhet të jena të vetëdijshëm që duhet të pajtohena je në një betejë, nëse do të realizosh diçka je në një betejë që ty duhet ta çosh deri në fund atë qëllimin që ke. Dhe kështu që unë i pasurova, i mlodha sërish si më thanë në detaje, dhe këto me kalimin e kohës shpresoj të gjej një mundësi për t'i botu. Por paralel me këtë, unë jam të bënë edhe, përsa kohë unë i kam të gjitha, si thush, almiset e Xhubletës ose mjetet e punës të gjitha, kjo me banë të luftoj fort, të luboj fort për me gjetë një mundësi për me digitalizu diebërin e Xhubletës. Unë kam tentu disa herë në përmjet institucioneve, thirrjeve që ka bërë Ministria e Kulturës, tashmë edhe ekonomisë që janë mbledhur 3 bashkë, edhe për hir të vërtetës e dhimbshme ta them, por prioritet i jepet atyre që kanë lidhje partijake, që s'kan asnjë lidhje me Xhubletën. Dhe e keqja më e madhe është që kalojnë deri dhe në pushtetin vendor. Dhe është shumë e dhimbshme kjo pjesë. Është shumë, po shumë e dhimbshme. Megjithatë, gratë malësore e kanë shumë të lehtë të, si thush, ta përqafojnë këtë aftësi diebërjet, sepse të gjitha kanë pas një kulturë të vetëm që përpunimin e leshit me bën çorape, me bën fonela, po them pjesa e moshës teme dhe ma të vjetra. Kurse për moshat e reja, sado që ja u shpjegon, sigurisht vetëm ana vizive mundet që ata ta përthithin sado pak këtë mundësi të ruajtjes së saj. Dhe mendoj që edhe vetë UNESCO në këtë rast duhet patjetër të kërkoj në çdo kush që të krijohet kjo mundësi. Për sa kohë bëhet digjitale, ajo mbetet e përjetshme, sepse ajo shpërndahet sot, teknologjia është ajo që na mban në informacion, na mban si thosh në kontakt gjithë botën. Për sa kohë themi që jetojmë në një fshat të vogël global. Për sa kohë një fenomen që ndodh në Australi në kohë rekord e merr vesh për punë minutash e merr vesh kudo ku je nëpër botë. Punohet, Xhubleta punohet, dhe punohet, unë do t'jap edhe disa detajet, kërkoj falje. Në urdo. Në përmjet shoqatës, kena përgadit disa vlerësime, dhe vlerësimet kryesore dhe parësore janë ato artizanet e shekullit, që do t'u jepen të gjitha grave, të cilat kanë dhënë kontribut, kanë punu, Xhubleta, jo vetëm për veten, por kanë punu me bën pajat e vajzave në malësi. Dhe një nga këto malësore, këto artizane të palodhuna, të afta, duararta, ka kënë edhe Preta Dedvukaj, pas dritë, të cilën nuk pata fatin ta njoh. Edhe pse rash në kontakt me të, ajo ka kënë një grua, një fisnike, një thesar në mesin tonë, por këdo që e ka njoft,
sepse të ruash e të kultivosh kulturën shpirtërore të parëve tu, menoj që është një mision që jo gjithkush mundet me ba, sepse ajo bëhet me dëshuri. Po se bëhet me dëshuri, këtë punë se realizon asnjëherë. Dhe ajo ka lanë një pasuri të jashtëzakonshme në përmalsor, në për të gjithë këta emigrantat të cilët ruajnë traditat, edhe pse janë të vendosën që banojnë sot në kudo në diasporën në botë, sepse jo vetëm në Amerikë, po kudo edhe në Evropë, veshjet e saj të punuara prej durve të saj, ato janë shpërnda dhe ato janë një punim tepër i rrallë, sepse e ty kënë se merre me këtë pjesë, e vlerësoj shumë edhe estetikën e punimit që ka pas duar të harta vërtet. Nga ana tjetër, ju vetëm ajo, ne kena dhe Tole Lekën në Tuz, e cila për nga mosha është një mrekulli që ajo ka aftësi të punoj akoma, ose një farë mënyrë ta promovoj këtë dijebërje nëpërmjet mediave. Një tjetër artizane, ose më sakt, një pasuri më vete që Malësia Madhe ka, këtë e them nga vlerësimi për sa kohë vetë e njoh në detaje ato që është përcjell në media, menoj që një pasuri më vete Malësia Madhe ka familjen Vuktilaj. Ata jetojnë në New York sot, por në familjen e tyre ata ka një nanë shekullore, e cila në media ka qenë e vetmja që ka përcjell detajet origjinale të prodhimit të xhubletës. Dhe ajo menoj që është një mrekulli që sot jeton dhe në një farë mënyrë është një pasuri për ta majtë vazhdimisht në prezencë mediatike, sepse ajo ka shumë për të thënë dhe për të dhënë. Por njëkohësisht, për sa i përket elementeve të punimit, të bazës materiale, elementet ose mjeteve të punës, ka familjen e saj, të cilët, kur kam, domethënë, këtë projekt që bëna me Ministrinë e Kulturës, unë e realizova një pjesë të saj, e kam realizu me këtë familje, dhe është një mrekulli që sot ata vazhdojnë të merren me xhobleta dhe prodhojnë. Mariana, nusja e kësaj agës, vazhdimisht prodhon e punon për xhobleta dhe ka me pasion dhe është një dashuri ajo që e man gjithmonë të lidhun dhe çdo gjë që i bjen në dorë e lidh, se si të pasuroj një xhoblet, se si ta punoj, se si të krijoj diçka që lidhet me këtë trashëgimi kulturore. Dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë sepse ata kanë ruajtur edhe origjinalitetin e punimit të kësaj veshje. Të falenderoj shumë. Kishe ndonjë diçka tjetër për të thënë? Atëherë për sa i përket pjesës së televizionit tuaj, unë dua me zemër të falenderoj, por njëkohësisht edhe të shpreh mirënjohje të jashtëzakonshme për faktin se ju vazhdimisht keni dhënë të gjitha ato aktivitete kulturore që ne kena, si më thanë, kena organizu, kena punu, kena dhënë maksimumin për të përcjell vlerat të xhobletës, por edhe kulturës shpirtërore, sidomos kultivimit në breza të rinj, kam pas fatin e mirë që nëpërmjet kontakteve indirekte ose direkte janë prezantuar dhe me televizionin tuaj. Unë të falenderoj shumë dhe për këtë kena një mirënjohje zemre, vërtet, por kjo është shumë modeste në krahasim me atë mirënjohje shpirtërore që kena për këtë media, që në të vërtet kultura shpirtërore që përcjell tek malsorët kryesisht, por tek shqiptarët në përgjithësi, na bën që të njihen krenar që ne kena pas mundësi, ose ju na keni krijuar mundësi, më mirë më thanë, për ta përcjell atë aktivitetin dhe kontributin tonë në ruajtjen e xhobletës. Njëkohësisht, për televizionin tuaj kena edhe një kopje të librit, ku mund të ketë shumë detaje të lidhen përsa njohurive ose vlerave të xhobletës, tipologjive anashkencore, se si është trajtua xhobleta në periudhat e ndryshme nga studiues të ndryshëm. Këto janë për ju, për çka ju falenderoj dhe gjej kohën edhe të shpreh atë vlerësimin për mënyrën se si e perceptoni për sa i përket
kulturës shpirtërore të malësorëve, jo vetëm për Gjobletin, por për gjithë shka tjetër, mënyrën se si e ndërthurni jetën, ose si thush periudhën e hershme me të tashmen dhe se si shqiptarët ose malësorët kanë arritur të ruajnë traditën e tyre edhe këtu në diasporë.